prefektit. Edhe për shkak të eksperiencës time personale, prisja të kishte një ndryshim. Sa më shumë e kam lexuar sot disa herë, nuk kuptova se për çfarë ka sjellë qeveria në parlament ligjin e ri për prefektin. Nuk i shton asnjë kompetencë, përkundrazi e pluros. Edhe më shumë se ç'është. Edhe kur them kështu, nuk kam parasysh fare prefektit që kemi sot, dhe s'kam gjë me ata, ka filluar të bëjë një pyetje vetes për disa kohësh, në fakt, sidomos mbas miratimit reformës territoriale, a duhet apo s'duhet më të ketë Shqipëria prefekt? Prefekt qarku, siç i quajmë ne. Edhe nga fjala besoj. E kuptoni që prefekt do thot para fakt, pra është njeri i cili është në detyrë për të kontrolluar faktin, siç e parashikon dhe ligji apo kushtetuta, që organet e pushtetit vendor apo bashkitë që kemi sot bëjnë. Pra, në një kuptim, ai është një gardian i legalitetit përpara se aktet e bashkive të hyjnë fuqi. Sigurisht, roli i tij ishte i rëndësishëm. Në kushtet kur ne kishim rreth 370 njësi, sepse të harmonizosh në një qark, po themi, si Elbasan apo si Korça, që njoh më mirë 45, 46, 50 gati, në rast të Elbasanit, njësi lokale, pra komuna ose bashki, padyshim që është e vështirë. Edhe prefekti e bën këtë punë dikur. Tani kthehen prapë në Elbasan apo në Korçë, 5 njësi, 6 njësi, 6 komuna, 7 bashki, më falni, maksimumi. Do thotë që kjo hallk mes qeverisë dhe pushtetit vendor del pothuajse pa punë. Dhe në fakt po të lexoni ligjin që ka sjell qeveria sot, unë njoh dhe ligjin e vjetër, prefekti ka vetëm punë ad hoc. Pra kur ndodh një gjëm, i ngarkohet në një punë koordinuese. Ai as e mbron, as shkarkon dot njeri, as kontrollon dot, as ndryshon në gjë në territor, është thjesht sipas meje një hije e kalimit të qeverisë në territor. E thash këto, jo vetëm për të thënë që reforma territoriale që u miratua para 2 vjetësh, e sigurisht për cilin isha dakord, ndoshta duhet ta kishte detyruar që të ndërtojmë një arkitekturë tjetër të administratës tonë shtetërore, çka nuk po e bëjmë. Administrata jonë shtetërore është tmerrsisht kaotike. Kemi trashëguar një variant francez, pjellë e cilit është e prefekti, që nga kohë e zogut, pastaj adoptuam një variant kryesisht sovjetik për 50 vjet, dhe sot 25 vjet pluralizëm, nuk besoj se ka administratë më kaotike. Jo vetëm në kuptimin e arkitekturës, po dhe në kuptimin e cilësisë së shërbimit. Dhe prefekti në vend që në fakt nuk ka faj për shkak të ligjit dhe kompetencave që i kanë dhënë, ta rregullojë gjithë të kaos, i shtohet kaosit. Është një kat mbi kaosin në fakt. Dhe për mendimin tim ka ardhur koha, ndoshta nuk na duhet më. Sepse çështja është, e thash, çfarë arkitekture do të japim administratës piramidës tonë shtetërore. Që nga njësia më e vogël, jo vetëm administrative, deri në majën e piramidës. Çfarë raporti duhet ketë mes bashkive edhe qeverisë sot? A duhet, dhe kjo është një pyetje themelore sot në Evropë, që ligji për prefektin edhe shumë akte të tjera që ka sjellë qeveria nuk i përgjigjen? A duhet që qeveria të decentralizohet apo duhet të dekoncentrohet? Dhe ndryshimi mes decentralizimit dhe dekoncentrimit besoj është i qartë. Decentralizimi parashikon lëndjen e shumë kompetencave në dorë të atyre që zgjidhen nga populli, që janë bashkitë apo komunat që kemi pasur, apo qarqet sot. Dekoncentrim do të thotë që është një lëshim, po është një lëshim kompetencash në funksion të atyre që ke emëruar vetë. Pra, më thjesht, kam 2-3 vjet që e them këtë gjë. Megjithëse bëmi reformë territoriale, decentralizim nuk kemi bërë. Kush i emëron sot për shembull mësuesin e Shqipërisë? Po thuj se emëron ministria. Edhe kjo është një nga arsyet e mëdha pse ministritë e Shqipërisë
më shumë merret me emrime dhe me tendera se sa me politika. Bota e civilizuar e ka bërë këtë dallim prej kohësh. Ministritë bëjnë politika. Drejtoritë që kanë poshtë, apo bashkitë, apo komunat, i zbatojnë ato. Ata bëjnë tender, ata bëjnë emrime, ç'pun ka ministritë me këtë gjë. Policët, kush i emëron? Kam thënë ministrit Rendi disa herë, jepja policinë e trafikut bashkive. Ky është decentralizim. Jo, do të emëroj vetë. Ministria emëron mësuesit, ministria tjetër emëron policët, ministria tjetër infermierët, s'kam punë. Pra ky është thelbi i decentralizimit apo i dekoncentrimit. Çka ne kemi bërë një kaos duke futur në mes dhe prefektin, i cili siç u thash, me gjithë këtë lëmsh, nuk bën më as i punë, edhe ndoshta është i panevojshëm. E thash se kam dhe eksperiencë personale me prefektën, se më kujtohen her pas here histori, sepse sa më të mëdha bën bashkitë, në fakt kemi bërë shumë të mëdhaja, në 2 vitet e fundit, kishim 375 njësi, kemi 61 sot, aq më shumë zbet roli prefektit. Sepse bashkitë kanë tendencë për ta, ose kryetarët e bashkisë më saktë, kanë tendencë për ta mos e pyetur prefektin, se normalisht s'kan pse e pyesin. Edhe më kujtohet një histori nga vitet 2003-2004 mes Mimit dhe Edit për shembull. Njëra ishte prefekti i Tiranës, tjetri ishte kryetar bashkie. Ziheshin gjithë ditën për copa letrash, duhet të qetësohej njëri tjetrin. E kanë bërë këtë punë fakt se sot janë pranë bashkë edhe janë më të qetë. Po to si ka pa bërë shaka, duhet të them që herë tjetër aktet që vinë për të reformuar institucionet duhet të kenë pak më shumë thelb. Ky është totalisht i pa arsyeshëm. Se nuk reformon asnjë institucion, përkundrazi, i shton disa presje ligjit vjetër, çka nuk sjell asnjë ndryshim. Po nuk do ishte kaq pak, as do ishte arsye për të folur, nëse ky nuk do ishte thelbi i çdo akti dhe i çdo reforme që vjen para parlament, e cila në përgjithësi merakoset të jetë një lustër edhe një shkak. Merakoset ta pastroj, ta lustroj pak ato që ka qenë që duket pak më e bukur, pa e ndryshuar thelbin e saj. E pas sot dhe në parlament, njëra gjë ndodhi. Doli kryeministri i Shqipërisë edhe foli gjatë tu. Edhe sot kuptova që një nga sukseset që ka pasur në 3 vitet e fundit ka qenë si të rregulloi raportin mes fermerit dhe grosistit. Edhe më duk si një fermer i Kënetës Rilindjes fakt. Totalisht. Si i fermeri i Kënetës Rilindjes, në një kuptim. Të gjithë jemi fermerë të mendjes tonë. Dhe kjo është arsyeja pse vim jetë. Ta vëmë mendjen në punë, nga dita e parë deri dita e fundit. Dhe përpiqemi ta ujsim mendjen tonë me pak më shumë informacion edhe me më shumë dije. Ky fermer i Rilindjes sot, kur fliste për kaq shumë suksese, nga cilat asnjëra nuk quhet dhe nuk ka asnjë efekt, nuk ka asnjë lloj graviteti, mu duk si i fermer, edhe kam thënë dore përsëris, një fermer që e ujt mendjen e vet me ujin e kalbur të Saliut. Identik. Tha sot se sa sukses ka pasur në bujqësi. Kujtoj shumë pak gjëra. Ka premtuar naftë pa akcizë. Çudia më e madhe është që ky mburret për gjëra nuk i bën. Sot u mburr sepse nuk ka bërë naftën pa akcizë. S'ka naftë pa akcizë apo jo? Nuk ka naftë pa akcizë. Mburret se pse nuk uli dot të vëshon në inputeve bujqësore, pesticide, apo çfarë tjetër që ndikojnë në rritjen e prodhimit bujqësor. Do e ulte në pothuajse 6% në nivelin e rajonit, 20% sot. Në çfarë ndryshimi ka në bujqësi? Absolutisht jo. Blejmë më shtrenjtë, shesim më pak, e kemi më të lartë raportin eksport-import. Besoj që e dini shumica për ju shtu. 800 milion euro në vit. 800 milion euro në vit harxojnë gjithë ne bashkë për të blerë ushqime jashtë Shqipërisë. Mund të harxhonim gjysmën. Padyshim gjysmën, mund blejnë më pak ushqime në trejtë e huaja, nëse bujqësia do stimulohej, edhe me këto mënyra të munguara, dhe të prodhonin pak më shumë për të pasur çmime më të lira, edhe për cilën ndoshta pak më shumë jashtë. Se nuk po dalë tani tek premtimet e pambajtura për cilët prapë mburret.
shëndetësi falas. S'do të tregoj një histori personale para 4-5 ditësh në spital. Një njeri i afërt i imi përfundoi atje në kushte fatale, po thjesht. Nuk po them se çfarë pash, po them se çfarë duhet blende jashtë spitalit. Ujin, dorezën e mjekut, çdo lloj medikamenti që mori ato 2-3 ditë, çdo gjë. Dhe pyetja është ku shkon aty, po ku shkojnë taksat tona? Nëse spital nuk ka ujë, nuk ka ilaç, nuk ka supë, nuk ka doreza për mjekun, nuk ka sterilizim, ku shkojnë taksat tona? Ku shkojnë? Nëse kaq detaje elementare i mungojnë një hospitalizimi korrekt ose normal, cilin se kush për nesh e meriton. Pa folur pasaj për, sigurisht, 300.000 vende punës, po merr me shumë shkurt se do e mbyll me listën e premtimeve të mbajtur, pa mbajtur për cilat mburret, se kjo është arsye gjë më cinike që unë pa durueshme ta duroj. Si ka mundësi njëri vjen çdo të njëjtë këtu dhe mburret vetëm për gjëra që si ka bërë? Absolutisht. Mburret për ato që s'ka bërë. Dhe nuk ka asnjë arsye dhe asnjë mundësi të shpjegoj se çfarë ka bërë në fakt. Se dëgjova edhe sot. Fliste për përmet, isha vend përmet para 4-5 ditësh. Dhe sot më çoi dikush një mesazh. Unë nuk jam saliu të lexoj mesazhet e njerëzve që më vinë në celular, po e pash vend përmet. Unë tha kam bërë një investim i cili ka rritur çmimin e banesave në përmet. Po kush e beson këtë? Kush beson që një shesh me pllaka majolike pas ka rritur çmimin e banesave në përmet? Qytet nga i cili për shkak të varfërisë mund të kenë ikur në 2 vitet e fundit gati 10% e popullsisë. Është normale. Është normale. Sepse një shesh sado i domosdoshëm nuk mund të zëvendësoj detyrimin e qeverisë për të incentivuar, për të stimuluar jetesën më të lirë, me kosto më të lirë, të zonave periferike si Përmeti, apo Këlqyra, apo Kolonja, apo Tropoja, zona nga cilët nuk kalon asgjë. Duhet është destinacioni i fundit, dhe normalisht që njerëzit ikin. Apo t'ju them për rastin tjetër, pra Përmet. Më falin, në Kolonjë, ma tha një kolega ime, Arta Date, kështë që në Kolonjë, për fushat. Shkova në një fshat, tha, doli një fëmijë përpara dhe qante. Pse qani, kështë thënë? Sepse s'ka shkollë, shkolla e fshatët është mbyllur. Prindet e ti nuk paguajnë dot një mikrobus, apo një mjet, që e çon 5 kilometra nga i fshatin tjetër. Qëlloj që ishin në i bisedë me Zatuoj atë natë, kur ma tregoj këtë histori. Dhe dikush tha, ky është problem evropian, se natyrisht fshatrat nuk zbrazën vetëm në Shqipëri. Kudo zbrazën fshatrat? Kudo? Ka njerëz që ikin edhe jetojnë në qytet. Por çdo shtet i përgjithshëm nuk mund të lejojë vetes sakrifikoj qoftë dhe një fëmijë për shkak se nuk subvencionon transportin apo nuk çon aty një mësues. Edhe për një fëmijë. Kush mund ta mbajë ndërgjegje që një fëmijë nuk arsimohet se shteti nuk çon dot një mësues, apo nuk i paguan aty transportin për të çuar në fshatin tjetër. E ku është tu suksesi? Në arsim, ku? Absolutisht. Jemi duke bërë vetëm viktima. Shëndetësia dhe arsimi janë 2 sektorët që shkaktojnë më shumë viktima sot. Më shumë viktima. E pa dalë tuk e ligjin mbetjeve, për cilën duhet të them 2 fjalë, edhe mbylla. U bë peripeci kjo çështje e mbetjeve, edhe nga dita kur ka ardhur dekreti, dhe unë nuk kuptoj pse nuk e sillin në parlament, pse nuk sillin në parlament dekretin e presidentit, që ta rrëzojmë atë ligj. Ta rrëzojmë përfundimisht, duke votuar pro dekretit. E dini pse nuk po vjen ligji, dekreti? Shumë e thjeshtë. Se duhet negocioj LSI-ja me PS-n për të bërë votat e domosdoshme, për ta kaluar ligjin. Ai ligj duhet rrëzuar. E nuk ka asnjë arsye që e shtyni sjelljen e dekretit në parlament dhe nuk është e pranueshme që ta amendoni një ligj që është rrëzuar de jure dhe duhet vinë në parlament për të rrëzuar përfundimisht. Silleni pra ligjin në parlament, silleni ligjin në parlament, ta votojmë. Nuk është normale, se kam dëgjuar debatën këtë parlament mes juristëve profesionistë, që thonë, sa vjen dekreti në parlament, duhet vi urgjentisht. Po pra, ka 2 javë dekreti ka ardhur, që s'kaloni për komisione, silleni këtu, ta votojmë dhe ta rrëzojmë. Dhe ky parlament ndahet përfundimisht mes 2 palëve. Mes 2 palëve. Një palë që është për import,
e një palë që është kundër importit, kushdo qoftë ajo nuk më intereson më. Çështja është themelore, ose jemi pro importit, ose jemi kundër importit. Edhe pak import, edhe jo import, nuk mund të ketë. O me importin, o kundër importit, si në ligjin ta miratojmë. E fundit fare duhet të them, është një gjë shëmtuar që e pash dhe u cek pak dhe këtu. Unë kam qenë gazetar dhe kam arsye të jem pak më i ndjeshëm. Për arsye që nuk më interesoj fare. Një palë të parlament ftoi në një komision një gazetare e cila pretendon se shequr nga puna për një aksident fatal. Unë sigurisht nuk besoj. Nuk besoj, edhe nuk duhet besoj. Që është hequr nga puna vetëm se do në tjetë të lajmë. E nuk kam prova ta them këtë. Por nuk mund pranoj që një gazetare, kushdo qoftë ajo, thirret në parlament, asaj mbyllet dera duke i thënë nuk ka quorum. Njerëzit që e bëjnë të kanë punuar me mua, kanë qenë gazetarë. E du na kenë lëkurën pak më ndjeshme. Se edhe nëse është nga puna pa drejtësisht. Ne jemi ligjvënës. Ne nuk mund të themi njerëzve ikset nuk dëgjoj, se s'ka quorum. E çfarë pse s'pas ka quorum? Pse që nga e domosdoshme që veshit punoj kur ka më shumë se 5 veta nga 10. Veshit punon dhe një herë. Quorumi me dëgjimin nuk ka asnjë lidhje. Dëgjimi ka vetëm lidhje me ndjeshmërinë dhe me moralin, i cili fatkeqësisht kësaj mazhorance, dhe sidomos rilindjes, i mungon në gjithçka. E duke mbyllur duhet citoj një mikun tim që foli sot në parlament, e tha, shpjegoj një sëmundje fakt që unë nuk e njihja. Ishte një sëmundje bimështara, quhet zjarri biologjik, të e tha Agron Duka. Zjarri biologjik, që e një sëmundje që e thaka totalisht, një bim, dhe nuk ka pesticid që e ndihmon, asnjë lloj ujitje, duhet ta shkulësh, që shpëtoj nga zjarri bakterial, quhet zjarri bakterial. Zjarri bakterial i ka rënë rilindjes, prandaj duhet shkulur me rrënjë, si akti më i papërgjeshëm dhe më i pamoralshëm që është formuar në Shqipëri në 20 vitet e fundit. Dhe nëse nuk e heqim, do na çojë gjithëve në shkatrim për një vit. Faleminderit. Faleminderit, atëherë fjalën e ka deputeti Edmond Leka, të përgatitet deputeti Roland Keta.